Zonja dhe zotëri, përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se erdhët në Sport Magazin. Shqipëria ka fituar 1-0, një fitore historike për të parë me Francën, dhe pse në ndeshje miqësore, Kujezin ka treguar dhe njerë loj, përmbajtje dhe natyrisht karakter. Emocionet kanë qenë të jashtëzakonshme në Elbasan Arena dhe do të ndajmë me zotin Fatmir Mneri, si zakonisht në një pozicion tjetër sot në Sport Magazin. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Gerti Çarçani do bëj skanerin sot, pikërisht në Sport Magazin. Gert, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Në studion numër 2, si zakonisht, është gazetari Glendi Tafaj, i cili do të na thojë gjërat më të fundit për sa i përket kombëtarëve shqiptare dhe çka ka ndodhur në Elbasan Arena. Përshëndetje, Glend. Po, Altin, mirëmbrëma. Përshëndetje. Zoti Mneri, 1-1 në Francë dhe tashmë fitojmë në Elbasan Arena 1-0. Edhe që në prezentim thatë një fitore historike. Unë ndoshta edhe për batut, po jo thjesht për t'ju kundërshtuar. Edhe mi do serioziteti, unë nuk do të konsideroj më fitore historike, sepse kjo kombëtare tashmë po bën histori. Dhe ndoshta po na mëson keq me në thonjza, me këto arritje, me këto rezultate, me këto lojra, me këtë kontingent, me këtë trajner, me këtë publik. Jetë është e para fitore për balë Francës, dhe prandaj... Po ty, sa pastaj fillojnë gjërat bën relativizohen, sepse jemi përballë një ndeshje miqësore, që si do që tjetë ka tonë më të ullura se sa një ndeshje kompetitive, po me gjithatë, e luajtur në mënyrën se si interpretoi ekipi në kombëtar, them që është një tjetër shkallë e ngjitur nga Kuqezit. Gerdi, goli spektakolar i Kaçës. I Pirlos. I Pirlos. I Pirlos Shqipërisë. Absolutisht ishte një goditje fantastike. Thash Pirlos sepse pas në rrjetet sociale ishin metaforë paralele në batuta nga gëzimi i tifozët që Andrea Pirlo apo Ergjys Kaçë. Thashin një gol shumë i bukur. Për hir të vërtetës në ato momente tregojmë sinqert, okej, më pëlqeu shumë goli, po mendoja prap një reagim të fortë të Francës. Fitore historike, Fatmiri e përcaktoi qartë, ka qenë dhe në Elbasan, duke mos sportuar kurse si edhe të vi në panelin tënd. Fitore historike, po unë betem gjithmonë ides që natyrisht duhet përshëndetur ky sukses, po më shumë rëndësi kanë 3 pikë të Danimarkës sot në mbrëmje me Serbin. Kjo ishte miqësore. Mirë, në nivelin e miqësores, okej, u dha, me statistika me gjitha, Fatmiri mund të ndihmoj, por mbetet miqësore. 2 maloret e forta janë në shtator, në Danimarkë dhe presim Serbin. Para se shkojmë te kronika dhe një mendim tjetër, megjithatë miqësore ngelet, por Shqipëria ka surprizuar gjatë gjithë këtyre 10 muajve, duke vajtur tani edhe në vazon e tretë, si për herë të parë në histori, gati për të vendosur në një pozicion shumë mirë për botëror në ardhshëm. Do të kujtoj që në ndeshjet e vlefshme, pra ku pikët kanë vlerë, nuk është se kemi patur fitore të mëdha dhe sistematike në historinë e përfaqësuese sonë, që të vi një moment e të themi prit se kjo është një fitore në ndeshje miqësore. Them për një Shqipërinë, për një kombëtare që të vogël që tenton të rritet, çdo ndeshje ka rëndësinë e saj, dhe për te faktit që dyshoj që Franca e interpretoi si një stërvitore sot ndeshje. Për të caktuar ndoshta idetë e Deschampsit, duke mos lënë një përshtypje të mirë në Elbasan Arena, pa për te kësaj, impenjimi ynë, mënyra se si jemi rreshtuar, se si kemi luajtur, seriozitetin me cilin e kemi interpretuar lojën në respekt dhe të atyre që kishin ardhur në shkallët e stadiumit, është për tu vlerësuar dhe është shenja më e mirë e asaj që vetëm në qoftë se vijon në këtë rrugë, duke mos marrë parasysh a është ndeshje kalendare apo miqësore, ne mund të vijmë të rritëm. Në aspektin përsa i përket ekipit, psikologjisë e ekipit, moralit e ekipit, ati betimit që të bën Lori Kcana bashkë me lojtarët në fund takimit, Gert, si do ndikoj?
Nëse ajo është ADN-ja e kapitenit që reflekton jo thjesht në ato momente, është një diçka pozitive që ruan në klimën e një skuadre, një diçka e cila mbetet si një kolon vertebrale e skuadrës përveç trajnerit. Unë mendoj që klima është e mirë, fitoria gjithmonë të bën mirë, rritet psikologjia. Është fund sezoni dhe janë gjithë me bateri të rëna në aspektin fizik, kanë ato nuk di është realisht gjendja fizike nuk është në maksimumet e mundshme. Sepse është fundi sezonit qoftë për kundërshtarin, por tregon një konstante, skuadrës përfaqësuese, një klim ku po bëhet progres, por pavarësisht deklaratës Debiasit që duhet rritemi akoma, duhet rrim me këmbë në tokë. Këto janë çështje diplomatike të trajnerit që nuk kërkon të fluturojë për sa i përket këtij suksesi. Mezi po pres ta shikoj edhe një herë golin e Kaçës. Ja shkojmë dhe shikojmë në këtë insert. Bala. Zohet nuk ka to për të, por mbyllet këtu! Historike! Shqipëria e të bërë histori për Franca 1-0 me një Ëndra mund të marrë formë, nuk ka rëndësi nëse është një miqësore apo ndeshje kualifikuese. Shqipëria është një realitet i futbollit evropian. Franca u gjunjëzua përpara një skuadre që tashmë nuk mund të konsiderohet më e vogël. Kuqezin po i dhurojnë shqiptarëve emocion pas emocioni, sukses pas suksesi. Triumfi në Portugali, barazimi me Danimarkën apo fitore me Armenin nuk janë fryti i rastësisë. Kjo skuadër ka marrë rrugën drejt historisë. Një magjer Gyskaçës në pjesën e parë ndezi entuziazmin e Elbasan Arena. Ndër të tjera, kjo kombëtare nuk shënon më as gola të rëmdomt. Veprimi me sfushorit ishte i denjë për skenat e mëdha të futbollit evropian, edhe pse bëhet fjalë për një sfidë pa vlerë pikësh, të ndëshkosh një superfuqi si Francë me një veprim teknik të lartë, i meriton të gjitha lëvdatët. Skuadra e Deschamps mundua të reagonte në pjesën e dytë, ku aktivizua edhe Paul Pogba, por përfaqësuesja shqiptare nuk ka më mentalitetin e të shkuarës. Kuqezint mund të luajnë si të barabartë me këdo. Berisha në disa raste tregoi se jo më kot është një nga portierët më të mirë që kombëtarja jon ka pasur ndonjëherë, ndërsa merita të mëdha ka trajneri Gianni Debiasi. U mendua se me disa mungesa ekipi do të hasë vështirësi, por tashmë në këtë kombëtare nuk ka më rëndësi se kush luan. Kryesorja është se të gjithë e dinë se sa rëndësishme është ngjyra që veshin dhe kombi që përfaqësojnë. Të ashtu quajturit linjat e dyta dërgua nokaut Francën e yjeve si Pogba, Varane, Lloris e Valbuena. Tekniku italo-shqiptar ka bërë që Shqipëria mos të ketë më individ, por forcën e grupit. Dhe nëse deri dje kishte ndonjë dyshim, sot nuk ekziston më asnjë dilemë se Shqiponia Kuqezi duhet të valvitet në qiellin e Francës, aty ku do të mbahen finalet e Europianit, sepse kjo Shqipëria meriton një vend në librat e historisë. Imagjinoni që Kaçë që shënon një gol fantastik, spektakolar, është rezervave, sepse kështu po shkon, ka qenë titullar në epokën, në fillimet, në startin e Debiasit, dhe tani shumë ndeshje është në stolën e rezervave. Shiko, është edhe për këtë që flasim me këto nota për kombëtaren tonë. Sepse edhe kur nuk është kontingjenti plot, edhe kur skuadra nuk është në optimumin e saj, me drejt qoftë për formë individuale të futbollistëve, qoftë për atë që përmendi Çarçani përfundimin e sezonit që përgjithsisht janë në Europë, janë sezone raskapitës edhe skuadra nuk mund të ketë, individi dhe skuadra nuk mund të kenë freskinë e dur, gjithmonë të linin dyshime. Kurse kjo kombëtare me këtë vazhdimsi që ka treguar dhe sot ishte një pikë kritike do të thoja, sepse është një urdhë lidhëse midis marsit dhe shtatorit. Domethënë, nuk kemi më kombëtarët nuk kanë lukse që të provohen një pas jave. Kështu që një moment i tillë shërben edhe për të verifikuar. Dhe për të verifikuar jo thjesht e vetëm futbollist, sepse sot në shtesë të anëve pozitive kishim dy ndryshime thelbësore në mbrojtje që u paraqiten në mënyrë të shkëlqyer, që t'japin garanci, domethënë ky grup prandaj të ngrohtë se ti nuk vere më se kush mungon në skuadër. Domethënë skuadra ka krijuar një filozofi të lojës, ka krijuar një bindje të saj që mund të përballojë çdo lloj kundërshtari, ka filluar të automatizohet në veprimet e saj, aq sa skuadër batute, unë nuk e di çfarë ndodhi që ajo skuadër mund të edhe pa Debiasin në një moment caktuar. Gerd,
si mund komentohet nesër, Shqipëria mund Francën, një vend i vogël, qoftë dhe në miqësore, por vetëm pak muaj më parë dole në barazim, shtypi prap do luaj rol kundër Deschamps dhe do ngrejnë në qellën e 7 Debiazin. Nëse është në nivel miqësor, i referohen më shumë shtypi, unë po i ndiqja pak se të fillon dhe transmitimi, okej, do t'i japi ato notat pozitive, sepse është Franca, por më shumë peshë i theksoj kanë takimet zyrtare eliminatore, si kundër fituan kundërshtarët tanë me jo pak vështirësi me një super Cristiano Ronaldo në Armeni, 2-3, unë po e ndiqja pak atë ndeshje sepse ishte diku paralelisht, dhe faktë është që Franca ka, në mos gabohem, ka 2-3 ndeshje që umbet Fatmir në këto miqësore, radhazi, dhe më shumë do merret shtypi vendas francez me Francën, edhe pse e ri theksoj që ata me zi preshin të shkojnë me pushime se këtë periudhë kanë ligën me pushime, Pogba me shok. Time for holiday. Por ajo që nga ana gazetareske unë shoh, sepse anën teknike do flas Fatmiri, por në aspektin gazetaresk unë merrem më shumë pak me deklaratat që gjithmonë mund të prodhojnë një lajm interesant që ka të bëjë me pozicionin e Debiazit. Nëse duka theksoj po sot që do të flasim pas shtatorit për rinovim në kontratës, Debiazi sigur lëshoi një shashk dhe tha, jo, është më mirë të flasim tani, jo pas shtatorit. Unë pak të kështu dëgjova në transmetimet respektive, sot, çka do të thotë që ai o kërkon të jeti sigurt Fatmir, do të shkojë në ndeshjet e shtatorit me kontratë të re të rinovuar. Masa ka pozicionin më të mirë tashmë, i intereson. Sepse do të shkojë i qetë aty, sepse duke thënë se nuk i dihet tha se ç'a ndodh mas shtatorit. Faktë është që është një lloj është transfer të Danimarkës, është dhe Serbia. Kjo gjithmonë prodhon atë që ne gjithmonë e ritrajtojmë me stërzjasi, me analizojmë mediatikisht. Këtu ishte interesante kjo pak Fatmir. Është një gjëra subjektive dhe të komentosh mbi deklarata ndoshta nuk godet aty ku duhet. Unë them që nëse kemi një raport po e quajt tregtar, ne jemi në disfavor në këto momente me Debiaz. Topi është e fusha atit. Sepse më them që jashtë dhe pavarësisht asaj që mund ndodhin në shtator, edhe në rastin më të keq, edhe më të keqin fare, që ne mos të kemi as shanset për të futur në ndeshjet kualifikuese, ne kemi detyrim, them, për të rinovuar me Debiaz. E para, sepse ky trajner tashmë ka kaluar Adriatikun, e jo thjesht vetëm se ka marrë pasaport shqiptare. Dhe voton. Po e ka kaluar në invers tani. Jo, dhe voton. Dhe them që e vështirë ta lënë të bjerë në tokë, nëse nuk vjen të jetë më me Shqipëri. E dyta është që puna e tij përgjithësi, sigurisht që me një mbështetje ekstra të Federatës Shqiptare të Futbollit, dhe kjo duhet përmendur, duhet theksuar, sepse është krijuar mundësia të shohë, të vëzhgohet, seleksionoj, ndryshe nga çka ndodhi me gjithë paraardhësit e tij. Por përtej kësaj, ajo që i ka dhënë kësaj kombëtarje është e tillë që nuk mund të cënohet nga një apo dy rezultate teknike që janë pranishme në futboll. Megjithatë Fatmir, me humbjen e sotme, atë po shoh tani, me humbjen e sotme të Danimarkës, me 90% Shqipëria është në play-off, është 6 pikë nga Serbia dhe 6 pikë nga Armenia. Pra në vendin e tretë me 90% po flasim. Gjerë, do shkojmë pjesën e dytë atje. Jo, po desha ta lidh me këtë që automatikisht në play-off është thuajse aty. I siguruar. Ne po të thuajse i siguruar sepse me humbjen e Serbisë. Me humbjen e sotme të Serbisë në Danimark. Kemi shumë për të luajtur, ne do të shkojmë dhe në Danimark, do të shkojmë dhe në Armeni, po. Atëherë duke vijuar po në këtë sens, do të ishte më e udhës që të trajtohej çështja e kontratës që tani se në tetor pastaj do të jetë një shkallë më lart Debiaz. Nuk i dihet si do shkojnë rezultatet e ndeshjes. Nëse shkojmë për rezultat pozitiv, pastaj ngrihet pjaca, ngrihet niveli. Ajo nuk i dihet, është thik me dy presa, nuk i dihet edhe për këtë që tha Fatmiri. Shkojmë shikojmë çfarë thot gazetari ynë Glendi Tafaj, si zakonisht ç'a bëhen në rrjetet sociale lidhur me deklaratat Glend. Po Altin, rrjetet sociale entuziazmi është normal sepse kur fiton skuadra jonë përfaqësuese, nuk ka diskutim që pjesa e gëzimit tifozërisë është evidente dhe megjithëse bëhet fjalë vetëm për miqësorë, duket sikur nuk ka ndikuar kjo çështje e miqësorës
të paktën tek përdoruesit e rrjeteve sociale, pasi lumturia është aq e madhe sa që duket sikur kemi fituar një takim eliminator. Gjithsesi, normalisht të mposhtësh Francën, një superfuqi të futbollit, miqësore apo jo, është e rëndësishme dhe kjo duket qartë dhe ajo çfarë vërehet është sepse është rikthyer besimi i madh te kjo kombëtare edhe tek njerëzit, pra kur luan skuadra përfaqësuese, është euforia edhe me doza më të larta, ta quajmë kështu. Dhe kjo vërehet edhe në mënyrën e të shprehurit pra në rrjetet sociale. Okej, ka pas shumë njerëz, shumë tifoz në Elbasan Arena. Prap, për një ndeshje miqësore nuk ka qenë. Ka është. Gjithmonë është vështirë që e ke shumë më kollaj që të kritikosh apo të akuzosh apo të padisësh një individ dhe ndryshe kur ke masat mëdha. Unë do të thojë që sot çdo shqiptar duhet të ndihet paksa në faj që nuk ka qenë në Elbasan Arena. Fatkeqësisht ka patur vende bosh. Mirë, dakord. Fatkeqësisht ka patur vende bosh. Nuk do doje sot. Kjo kombëtar nuk e meriton. Nuk po them që ishte një rast, po kjo hyn në aspektin teknik, ishte një rast që ti të shikoje yje të futbollit botëror. I mësuar vetëm ndeshje zyrtare, nuk dua miqësore. Kjo kombëtare ka nevojë. Shkojmë. Sepse po na ushqen që dhe miqësoren e luan si një ndeshje kompetitive. Atëherë duhet të jesh prezant. Edhe unë kjo është shumë e vërtetë që Fatmiri dhe personalisht jam surprizuar shumë nga prezenca në stadium, edhe pse Fatmiri thotë që prap kishte vende bosh, po unë thash që prap shumë kishin ardhur. Fatmiri donte ful sot. Mirë, po prap shumë kishin ardhur. Nuk diskutohet. Tani unë nuk dua të t'jap leksione kështu se as më takon as e kam tagrin. Po kur shikon që stadiume në kampionatet europiane janë plot, edhe kur skuadra ka marrë rrugët e rënies nga kategoria, ti je në zhvillim e sipër, duhet ti të ishe prezent. A Shqipëria, zotim Neri, surpriza e kontinentit në futboll, të paktën këtë vit në fundit. Shumë media tuaja e kanë luajtur me këtë. Kanë folur breza gjenerata, po lindin, po sjellin, po prodhojnë. Ka timi të ndërgjegjshëm, cili ka qenë niveli ynë? Niveli ynë ka qenë vazhët e fundit. Dhe e vetmja kënaqësi që kemi patur, dëshirë që kemi patur në aspektin teknik, ka qenë që të kishim poshtë në Luksemburg, San Marino, Gibraltar, po që tashmë jemi vazhdur në 3. Si je në një pozicion tillë që po të shkojmë në Francë, që jam i bindur që të shkojmë në Francë tashmë. Fatmiri ka filluar aplikimet, se nuk e thakte, për çështjet e akomodimit. Për batut nuk e di, që në fitore në Portugali, i kam kërkuar presidentin që fillojnë mësoj frëngjisht. Po, është vërtet. Ka qenë i batut që ka ngelur. Kështu që... Nuk e di duka do të ketë pak me frëngjisht në këtë moment? Po, besoj që po. Megjithatë, mos haro Fatmir që kaq jemi, ti pretendoje një stadium plot, kaq jemi se tani o do ikin miting, o do ikin stadium. Se jemi dhe në kohë fushate. Temperaturat kanë qenë dhe shumë të larta. Shkojmë. Jo, se ngacmimi, kohë fushate, po vija, dhe tek Ora News dëgjova fjalën se mos bëj reklama elektorale të një kandidati për kryetar bashkie që shkaktoi gjithat po më ishte Zoti Velia, sepse tha që Shqipëria sapo mundi Francë. Se s'është reklam, ishte Zoti Velia, ideja është që në momentin pozitiv sporti është gjithmonë pikë referimi. Okej, shkojmë futemi pak teknikisht, shikojmë skemën si ka nisur ndeshja në Shqipëria. Formacioni i Debiazit ka pasur personazhe të reja, përsa i përket këtij takimi, janë qendra e mbrojtjes ka qenë pikpyetja më e madhe se si do ta zëvendësojmë Mërgin Mavrin, i cili tashmë zyrtarisht është larg dhe mund të humbi disa ndeshje të ekipit ton përfaqësues. Është futur në qendër Ajeti dhe Majtas ka surprizuar Ali. Që të dy futbollistët. Edhe Ajeti dhe Ali kanë dhënë përshtypje mjaft mira. Kanë qenë shumë korrekt me detyrat dhe në rast se do doja të kërkoja me
me zorë, si me thënë, një përparësi të Mavrajt, është vetëm fakti që Mavrajn e shikon edhe në aspektin sulmus. Flasë në goditje standarte, në ndonjë manovër që kryet në momentet caktuara, ndërsa Ajeti ishte shumë fanatik në këtë aspekt. Por po thuaj se nuk ka gabuar asgjë gjatë 90 minutave. Dhe nuk është se ka patur, ndoshta mund duket pak jo e këndshme, por nuk ka patur përballë lojtar lagjish, ka qenë Giroud, ka qenë Griezmann, lojtarë të nivelit europian, absolutisht. Pikërisht mbrojtja ka psuar atë. Tjetra që është në këto ndeshje, ajo që verifikohet më së shumti, është sidomos marrëveshja midis dy qendrave. Më thonë, u dukte sikur Cana me Ajetin kishin luajtur prej kohës bashkë. Do vazhdojnë flasim për formacionin, po shkojmë mirë për reklama. Jemi sërish këtu flasim për formacionin e kombëtares, pikërisht ndryshimet që janë bërë në këtë formacion, në skemën, i kërkoj regjist lutem, skemën e fillimit ndeshjes skuadrës Debiazit, pikërisht ishte lëvizja, si duk prezenca e mbrojtjes, Fatmir, megjithëse Cana bashkë me Ajetin në qendër, ishte pikpyetja më e madhe dhe Aliit. Këtu ishte dhe lëvizjet dhe ato që pikpyetjet e mëdha që kishte Debiazi para kësaj ndeshje. Pikërisht kjo avantazhi që është krijuar tashmë në ekipin kombëtar, që edhe ata që hynë rishtas në skuadër, ambientohen me njëherë dhe i përgjigjen mënyrës së lojës dhe sillen fushën e lojës, a thua se kanë kohë që duhen me këtë ekip. Ali, si ndeshje e parë, ishte shumë fluent. Dhe futbollist i vëmendshëm, ashtu sikurse dhe Ajeti jo shumë ofensiv. U kam parasysh edhe Mavrajn, por edhe Agollin. Megjithatë, në detyrën primare që ka një lojtar që rreshtohet në atë linjë, e kryen në mënyrën më të mirë. Megjithatë, Fatmir, më bëri përshtypje diçka diku nga 15 minutat e fundit, a 20 minutat e fundit, ishin thuajse në harkun kohor të kaq minutave 3 goditje standarde afër 16-s. Ndërhyrje të ashpra që pati Franca 3 mundësi, gjys penalltie i quajun këto, po nuk e di ndoshta nga nervozizmi nga në favor të Francës, po. Kjo është një shenjë, ose më saktë është një tregues i asaj që pavarësisht se ishte një ndeshje miqësore, pavarësisht se thash në fillim dhe i mbetëm asaj që mu duk interpretimi më tepër si një stërvitore nga ana e Deschamps, asnjëra skuadër dhe këtej i gjeni nga mendja se një justifikim i papërgjeshëm do ta quaj, asnjë skuadër nuk ja lejon vetes luksin të humbas. Qoftë edhe ndeshjen më elementar. Se kisha aty, jo. Mos e lexohesh. Francezët ngulmuan dhe ka qenë një moment kur ndoshta si rrjedhoi dhe mos ndërhyrjeve në zëvendësime në mesfush, pati një lloj rënje freskisë fizike dhe kur ti nuk je freskët fizikisht, nuk ndërhyn në momentin në fraksionin e dur të sekondës. Jo, dhe Biazi që futi shumë lojtarë në pozicione ndryshme. Kujtojmë që Cikalleshi erdhi mbrapa, që humbi atë top që u shkaktua faulli, jo në pozicionin natyral. Mos harrojmë një moment premierën e Fevzullaut. Për herë të parë, të paktën sa kam parë të kombëtare, për herë të parë ne kemi patur 3 sulmues rrace në formacion. Ka ndodhur saktësisht në minutën e 79. 79. Është futur Bala dhe ne kemi patur edhe Sadikun, edhe Cikalleshin fushën. Do doja edhe një koment fundit, Paul Pogba i Shqipërisë ishte Deschamps për Roshin edhe Lejanin në lojë. Lejani nuk ishte në ditën e luante kampionatin francez, donte të bënte një ekspozit vitrin që ti tregonte francezëve, nuk ja doli. Ndoshta freski, ndoshta mungesë përqendrimi se ai ka bërë gole shumë të vështirë dhe sot humbi gole shumë të thjeshtë. Kujtoj një fare pranë portës dhe pastaj një dalje
tek për tek me portierin francez. Megjithatë, Nuk i falë zakonisht. shoh informacion Fatmir, Berisha dhe Basha mungon Rama. Prapë kjo politika. Ka një gjë, kush Shoh informacionin. më bëri përshtypje duke mbetur tek formacioni. Dhe e pata një lloj droje fillimisht. Jo, do të bëj. Pata një lloj droje fillimisht sepse mu duk një mesfush fillestare jo fort e rëndë. Domethënë një mesfush pak e lehtë, duke patur parasysh që ishte dhe Basha, ishte dhe Kaçe. Lila u dëmtua, u fut me mushaj. Aq më tepër kur u fut me mushaj. Domethënë kishim 3 lojtarë që në gjenezë janë lojtarë fantazistë, përpunojnë. Përpunimi i topit ishte shumë i bukur, në mënyrë se si dilnin. Në anën tjetër, në gjitha rreshtimet klasike me 4, prapa, gjithmonë do të kesh o 1 o 2 diga që i vendosin përpara mbrojtjes. Çaçani, e shikon drejtimin e duhur këtë formacion drejt kampionatit evropian, pra me mungesën e Mavrajt? Nuk do luajmë 21 qershor. Këtë formacion natyrisht është në drejtimin e duhur. Okej, është në drejtimin e duhur për pos sloganit elektoral të së-majtës, është informacioni i cili sa vjen dhe rritet, dhe Bjazi kërkon ta ul me këmbë në tokë, si kundër dhe tha, duhet rritemi dita ditës, vazhdon ta ketë Fatmirat, erë pas ere, e prek gjithmonë, ndoshta është shenjë profesionalizmi kjo e trajnerit ton, e ka gjithmonë atë bën kujdes sepse e ka mësuar tashmë që ne dhe kalojmë në një eufori të herë pas hershme kur na ndodhin rezultatet pozitive dhe gjithmonë e ka atë frenatën e menjëhershme. Gjithmonë kur është hapur kjo temë, unë vijoj këmgull, ndoshta e kam gabim që them që kene nuk ka vend dhe nuk ka logjik euforia. Shikojmë të pak, Fatmir, dhe grupin tonë se që ka ndodhur në grupin një, ndeshje shumë e rëndësishme midis Armenisë dhe Portugalisë. Shikojmë kronikën. Një tjetër ndeshje e rëndësishme për llogaritë të grupit I ishte takimi midis skuadrave përfaqësuese Armeni-Portugali. Armenët në këtë ndeshje luanin kartën e tyre të fundit, ndërkohë luzitanët kishin qëllimin dhe objektivin e vetëm, kapjen e majës së grupit. Golin premier të kësaj ndeshje e shënoi Marcos Pizelli në minutën e 14 të ndeshjes, duke e çuar ekipin vendas në avantazh 1-0. Por ekuilibri u vendos në minutën e 29 nga ylli i Realit Madridit, Cristiano Ronaldo, I cili u tregua I sakt nga pika e 11 metrëshit. Ishte njëjti autor, Cristiano Ronaldo, I cili shënon golin e avantazhit, pikërisht në minutën e 55 takimit. Portugalia kryeson me rezultatin 2-1. Loja e mirë me aksione të rrjedhshme e portugezëve nuk ndalet tu. Është sërish CR7, I cili 3 minuta më pas shënon një tjetër gol, duke kompletuar një triplet në këtë takim. Në minutën e 62 takimit, Thiago merr kartonin e dytë verdh dhe largohet nga fusha me kartonin e kuq. Portugezët ngelen me 10 lojtarë në fushë. Presioni I vendasve është më I madh, loja e tyre pson ngritje dhe kështu armenët ngushtojnë diferencën e golave në minutën e 72. Autori I golit është Mion, por deri në fund të takimit nuk kemi ndryshim rezultati. Përfundimisht, Armenia 2, Portugalia 3. Armenët me këtë humbje ngelen në kuotën e 1 pikëve, ndërkohë që portugezët kryesojnë me 12 pikë. Do ishte interesante të shikoni të reagim të Mnerit, po të ishte live, pikërisht kush pak gol në Cristiano Ronaldos. I frikshëm. Është I frikshëm. Kishim pak shans, duhet ta pranojmë, kjo është pjesë e lojës, po dhe pavarësisht lojës interesante, golit bukur të Balejt në Balej ka shnuar në Portugali, po ishte edhe shansi, duhet ta pranojmë të që mungon të Cristiano. Është lojtar që bën Dakor, Cristiano ka luajtur edhe në Tiranë kur kemi qenë edhe në fund fare portugezët me zor në frymarrjet e fundit ka fituar 1-0, ka qenë fush përballë Vangelit dhe 0-0 në Portugali, Gert. Me Arihan, po. Dakor, po flasim për shumë klet, asnjëherë s'ka shënuar asnjëherë kundër Shqipërisë. Flasim për këtë edicion sepse është I frikshëm vetë. Okej. Megjithatë, gjendja e grupit duket Fatmir që regjia na ndihmon edhe me tabelën përkatëse e cila na vjen në këto momente pas takimit është Portugalia 12 pikë, Danimarka 10 pikë,
7 pikë Shqipëria, nga 1 pikë ngelet Serbia dhe Armenia, cilat gjitha ekipet kanë nga 5 ndeshje, Shqipëria 4, ja dhe tabela e klasifikimit. Duke mos konsideruar çfarë do të ndodhë me 10 korrik, e parë urojt mos kemi mbështyrje. Të bë pak si bajade kjo punë. Por në qoftë se gjërat nuk lëvizin nga vendimi që kam marrë, prapë se prapë, po të them që tashmë jemi vetëm një hap larg play-offit. Do konsideroja aventur, po të kërkojmë të arrijmë vendin e dytë, megjithse duhet luftuar për të, duke qenë se aventura nuk është se na prish punë. Domethënë, ne boll që të arrijmë të marrim një pikë, frenojmë Serbinë, frenojmë Armeninë, t'i mbajmë poshtë, ne jemi në vendin e tretë. Kështu që absolutisht është një sukses për Shqipërinë. As diskutohet. Kështu që të tentosh për vendin e dytë, pra edhe nëse do të konsiderohet një aventurë, është një aventurë që nuk ka pasoja të rrezikshme. Okej, kemi 2 skuadra që janë gati jashtë çdo lloji objektivi, për sa i përket Gert, Serbisë dhe Armenisë. Fatmiri ju tregua pragmatisht, ndoshta nisur edhe përvoja e gjatë, ende nuk e konfirmojnë aspektin e optimizmit, dhe në fakt ashtu është, por unë e shoh automatikisht Shqipëria është në play-off. Në një pikë do ta nxjerrim nga varri, nëse do të bëj do të heq një paralel ose një metaforë të tillë, vetëm një pikë na duhet me serbët apo në Armeni, apo qoftë në Danimarkë, kudo që të jetë ndeshjet, dhe neve automatikisht jemi kryesisht me këto 2 kundërshtar, na duhet vetëm një pikë dhe jemi në vend tretë. Luajmë play-offin, është një objektiv shumë i arritur, por i kemi gjitha shanset për vendin e dytë për të tentuar pse mos ta tentojmë vendin e dytë. Presim Portugalinë, presim Serbinë, shkojmë Danimarkë, do të shkojmë në Armeni, kemi 4 ndeshje për të zhvilluar dhe 4 ndeshje. Okej, shkojmë edhe te studio tjetër të shikojmë se çfarë thotë Glendi Tafaj pikërisht për sa i përket futbollit internacional që luhet sot Glend në Europë, sapo ka përfunduar ndeshja midis Danimarkës dhe Serbisë, ndërkohë që ne shikojmë edhe mbulime rreth saj ndeshje, 2-0 ka fituar Danimarka me 2 gola të Poulsen. Në fakt janë 2 Poulsen, Jakob Poulsen dhe Jusuf Poulsen, pra duket se ky mbiemër e ka pushtuar Danimarkën, por në fakt nuk ka bërë keq sepse ka arritur një fitore të rëndësishme kjo skuadër, dhe për më shumë që një farë mënyre, megjithëse De Biazi përpara ndeshjes, kësaj ndeshje në fakt në përfundim të ndeshjes tonë deklaroi që për të do të ishte më mirë një barazim midis këtyre 2 skuadrave, por në fakt ka ardhur fitoria e danezëve, duket se në një farë mënyre megjithëse praktikon këtë uljen e dozave të euforisë trajneri kombëtarës tonë, gjithsesi e ka shpresën për të marrë edhe vendin e dytë, sepse Danimarka nuk është larg, për më shumë që ne kemi mundësitë që edhe t'i afrohemi sepse kemi edhe një ndeshje më pak. Okej, Glend, në ndeshjet tjera çka ka pikërisht në mbrëmjen e sotme? Në fakt nuk ka pasur super sfida, nuk është se është një rezultat i papritur, sigurisht fitore e Gjermanisë kundër modeste të Gibraltarit me rezultatin 7-0, pra vetëm masazhatori kishte mbetur pa shënuar, domethënë, atë ndeshje. Gjithë skuadra gjermane e plot, megjithëse ka humbur dhe Schweinsteiger 11 metrash, por më shumë për të gëzuar portierin e Gibraltarit se sa për të ndikuar rezultatin. E di e ke merak portierin gjithmonë pozicionin, e pash dhe në komentin me Berishën që tha një ndër portierët më të mirë të historisë. Për mendimin tim është pa diskutim një në mos më i mirë që kemi pasur ndonjëherë. Okej, i uli sërish qepenat e Portës Kujezi. Po? Ndërsa teksa thot Glend që është më i miri që kemi pasur ndonjëherë, nuk e thot, ndoshta e thot më saktë se sa ne të dy bashkë. Absolutisht, megjithatë ka diskutime kjo sepse ka shumë njerëz që thonë që Shqipëria ka pas shumë portierë të mëdhenj. Portierë të mirë, portierë të mirë. Kur shikon pritje të tilla si ato që ka realizuar sot, paktën në 2 momente që janë një bashkim i refleksit, i shkallësisë, i plonxhonit bukur. Është vërtet që kur ka ardhur ky portier, Shqipëria ka pasur një sër rezultatesh pozitive. Kujtojmë që me Norvegjin, me golin e Salit, që ka qenë në port, po Berisha, Edrish Berisha. Tani për të mos përmendur emra se duket sikur ngacmojmë
edhe nuk dua se sidomos në mbrëmje si kjo është sotmja, nga të vënë kontributet që kanë dhënë portierët e tjerë, po ne kemi patur vërtet portierë talentuar, por kanë qenë dhe portierë që kanë bërë dhe gafat e jashtëzakonshme. Nësa Berisha hynë në tjetër kategori. Në portierët që nuk pëson, basta nuk është shumë spektakolar në loj, por shumë e vështirë të shënosh. Spektaklin, po them, nuk është portieri gafave. Në përgjithsisht, portierët i bëjnë tilla gjëra. Dhe portierët tani kanë bërë, thash, mos përmend emra. I kanë bërë. Dhe mund të përmend. Ashtu që kanë bërë dhe spektakël, kanë bërë dhe gafë. Berisha nuk është në kësaj kategori. Deri tani. Gert, jemi deri në këtë moment, natyrisht, të nesër në formacionin asnjë nuk e di, se si do luajë kjo Shqipëri, mund të lësh Kaçën jashtë, mund të lësh Bashën, mund të rivinë ata që Debiazi. Jo, është i paparashikueshëm, e kemi trajtuar edhe shumë herë. Debiazi është i paparashikueshëm, e kam prekur disa herë dhe me Fatmirin gjatë gjithë edicionit të Ora Skanner. Fakti është që Debiazi nisi me Çani Sadiku. Askush nuk besonte që këta do të ndryshonte njëri. Pastaj vazhdoi u hyri Sali, pastaj hyri Bale. Fatmir ka një diçka, ka një përzierje të her pas hershme, derisa biles Fatmir e ka përmendur disa herë që duhet t'i thënë jo, duhet t'i thënë stop një moment tilla qarkullimeve, sepse kontarja do krijoj boshtin e vet. E ka krijuar tashmë boshtin Fatmiri. Po duket që Beson që po. Beson që po, po Debiazi gjithmonë never stop. Qarkullon. Mirë, sot e kishte gjithë tagrin. Sepse sjell personazhe të reja. Dhe për shembull në krahun e majt sot kemi një alternativë tjetër përveç Agollit dhe Lejanj. Po. Që në ndeshjet parë të tregosh një prezantim të tillë është po thuaj se kishim harruar që kemi dhe Valdet Ramën. Mungon dhe sot. Ka lojtar që Meha është tjetër alternativë që nuk diskutohet. E populluar në këtë aspekt nuk e di se çfarë aftësie ka ky trajner që vjen momenti që ti shef ke një skuadër që nuk ka yje, thonë që nuk ka yje, por janë të gjithë të nivelit mbi mesatar. Dhe kjo ka bërë që i mos të vuash mungesën e një futbollisti. Qoftë ky edhe një nga futbollistët që mund të jetë themelor për skuadrën. Themelor për skuadrën është Mavra. Tashmë me stabilitetin e formës që ka treguar, me zhvillimin e lojës në mbrojtje në tërësi, me kontributin që jep në aspektet ndryshme të lojës sulmuese. Dhe kur mungon një gjë tillë, më kujtoj që pak jo shumë vite përpara, mungesa e një futbollisti tek ne ishte shokuese. Nuk kishte alternativë. Fakt, mungesa e Mavra sot thonë gjithë do kemi probleme të jashtëzakonshme, por rivjen një tjetër futbollist dhe luan mirë, bën mirë dhe vendos kandidaturën. Një koment për Cikaleshi, nuk e gjenë sërish golin. Shumë kilometra vrapon, nuk ndalon, por nuk shënon. Lojtar shumë i mirë, me të dy këmbët i shpejt, edhe për të tërhequr nga mbrapa. Lojtar i mirë, kontingjent, potencial i fortë i sulmit shqiptar, absolutisht. Një potencial shumë i fortë. Unë mendoj që do të jetë një nga 11, një ndër pak lojtarët e sigurt formacionit ku që zgjidhen ndeshjet e mbetura. Sigurt? Për mua, Cikaleshi, po. Nuk e di pasaj pjesë... Mbas e penalizon kjo mënyra se si lun ekipi kombëtar me një sulmues dhe bën shumë kilometra dhe në aspektin defensiv? Sigurisht. Detyrat gjatë një ndeshje i përcakton tjetër kushte. Po, unë them që ne kemi sot në kontingjentin e kombëtarës son lojtar që i japin mjaft dorë dhe trajnerit. Në kuptimin që nuk kemi sozi, ose siamez. Kemi lojtarë që kanë, me që jemi tek sulmi, që janë sulmues mirëfill, po që kanë veçori krejtësisht të dallueshme nga njëri tjetër. Në qoftë se të themi Sali është një lojtar që luan përgjithsisht brenda zonës, pavarësisht detyrave mbrojtëse që mund të marrë, që ditë godas portën në çdo lloj pozicioni. Cikaleshi është një futbollist shumë i fuqishëm,
që mbron mirë topin, që qanë, që përplasat. Mbasë që aty fillon dhe mbrojtja kuqezi. Po ke Balen që është një sulmues këtë natyre tjetër, shumë fin, që mund të krijojmë, që dispozicionohet. Okej, gjitha këto... Ato janë alternativa që i krijojnë një lloj komoditeti dhe për trajner. Me që s'kemi nesër skaner dhe kemi ritransmetim të emisionit pa ekspozuarit, do doja të bëjë edhe një pyetje lidhur me vendimin e KAS. Pse është? Ose si e ndjen, si e nuhat? Jo. Më them që realisht nuk ka ardhur, realisht nuk është pjekur vendimi. Ndoshta nuk është patur koha fizike. Kemi parasysh edhe ngjarjet e fundit që kanë ndodhur në FIFA mund të kenë turbulluar ujërat. Sepse një vendim do të merret gjithsesi, ata e dinë. Mbasë duan të shtyrin, të harrojnë, të largojnë? Unë s'du të përdor kështu terma që thonë që një... Dakord, sepse i komentojnë mediat... Një drejtësi e vonuar, drejtësi e munguar... Për Shqipëri, kjo është... Qërçani? është për, ja, po. Por që nuk gjykoj se po fitohet kohë. Më në që thonë të prit një jetë, shofim si po rrjedhin ngjarjet, sepse ishte ky momenti më i mirë. Po thu presin që të zhvillohen dhe këto ndeshje të merret vendimi, pavarësisht se... Ka shumë hipoteza? Sigurisht. Më thonë, ajo frika e vetmi që kam është që në qoftë se do të merret një vendim politik. Më thonë, për të mos prishur qefe, për të rregulluar raporte e tjera. Pra një vendim që do të ekstrapolohet nga letrat, edhe ka sot ta bëj këtë miru e çfarëdo vendimi që të merret, Serbi nuk e kthen më në lojë, absolutisht. Aktualisht që po flasim. Jo, ka diskutohet. Nuk e kthen më në lojë. Edhe në qoftë se kthehet në lojë, unë them vëmendje nga tek ajo që ka thënë De Biasi. De Biasi para Danimark-Serbi ka thënë do të preferohej barazimin. Po. Po të merrte një pikë sot Serbia, do kishte 2 pikë. Dhe me 2 pikë mundet që të mendoj që mund të bëjë diçka. Teknikisht De Biasi nuk e llogarit më. Serbin. Më mirë thot marrin 2 pikë më pak Danimarka, se mund të sulmoj vendin e dytë, se sa është i friksuar nga ajo që mund ndodhi prej ekipeve të Bishtit. Nuk e dia. Por unë i referohem edhe deklaratës presidentit kur erdhi nga Lozana, por edhe stafit që ka qenë atje, është një vendim i vështirë, ndër çështjet më të vështira që ka pasur dhe ata janë shprehur atje që do të japin vendimin dhe do ta zbardhin vendimin në të njëjtën kohë. Sepse procedura është që japin njërë vendimin dhe pastaj zbardhin vendimin, pra është një diçka që do jepet në të njëjtën ditë dhe ndoshta kjo ka kërkuar kohë. Ka kërkuar kohë sepse është një rast për ta jashtëzakonisht i vështirë që vjen, si thua, për herë të parë. Kjo e politikave që thotë Fatmiri mund të qëndroj. Nuk jam dakord me këto legjendat urbane shqiptare që ka pritur Kasi rezultatin e ndeshjes Danimark-Serbi dhe pastaj do vendosi e tjera. Në këto natyra shqiptare e hamendësimeve, pa fund, por thjesht ideja që nuk kanë qenë të gati ende për ta marrë këtë vend. Shpresojmë dhe njërë tjetër, Gert, mbase. Vetëm se dojtë të tepruar, po të thonë që do ta shtyjmë prapë. Vinë dhe ne pretendojmë edhe për vëndën e dy, Zotim Neri. Falemderit që ishe kemi gjitha mundësit. Sport Magazinë dhe Nora News. Gert, falemderit. Falemderit dhe Glendit Afaj që ishte në studio numër 2. Deri javën e ardhshme, ju të kaloni shumë bukur. Natë dhe me.